Përgatitjet për sezonin veror në plazhin e Velipojës janë përqendruar në pastrimin nga mbetjet si dhe rregullimi i infrastrukturës, aty ku është e dëmtuar, ndërsa një investim i rëndësishëm po bëhet në përmirësimin e rrjetit të energjisë elektrike. Kur jemi në prag të sezonit turistik në plazhin e Velipojës ka nisur punimet ku po ndërhyret për pastrimin e zonës. Gjithashtu një investim i rëndësishëm po bëhet në përmirësimin e rrjetit të energjisë elektrike, ku po vendoset kabulli 20 kV. Çfarë punimesh po bëhen? Investimi i OSHA-s për ndërtimin e fitave 20 kV për furnizimin e Velipojës. Gjysa Velipojës është furnizuar para vitit e sa, gjysa do të furnizohet këtë vit. Nga në stacioni i ri deri te popullat, deri te pika e fundit e klientëve. Ku parashikohet të përfundojë? Si investim është 6 mujor, po. Pritet që para sezonit turistik? Para sezonit turistik pritet të realizohet pjesa molle. Të vetmi që po e vizitojnë këtë periudhë Bregdetin e Velipojës janë nxënësit e shkollave, të cilët shfrytëzojnë edhe motin e ngrohtë dhe me diell që ka përfshirë rajonin e Shkodrës. Pak ditë më parë, Bashkia e Shkodrës i bëri thirrje për pastrimin e brezit anor bizneseve në Velipojë, ku edhe gjetin mbështetjen e bizneseve lokale. Një pjesë e tyre u angazhuan vullnetarisht në pastrimin e Bregdetit në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri turistik. Aksioni vullnetar kishte si synim që Velipoja të jetë sa më e pastër dhe e gatshme për të mirëpritur vizitorët.